Ora News, të parët për lajmin e fundit. Bjeshkët e Tropojës janë një bukuri që Zoti i shkaliti mrekullueshëm dhe e udhëroi banorëve të këtyre anëve për të jetuar 3-4 muaj të verës, duke i bërë këta banorë të lumtur me ajrin e pastër, ujin e freskët, pishën, ahun, rudinat, burimet e shumta e mbi të gjitha bukurinë e tyre. Këto zona shtrihen në një lartësi 1600 metra deri në 2500 metra mbi nivelin e detit. Lartësitë e mëdha për të ngjitur, terreni mjaft i thyer, largësia e madhe nga qendrat e banimit kanë qenë faktor të mëdhenj për të bërë një jetesë komode për shekuj në këto zona. Kullotat e pafund të aktive me rendimente të larta, qumshti e mishi, vera me freski, kënaqësi shpirtërore, kanë qenë faktorët kryesorë që Tropojani nuk është ndarë për shekuj nga këto vende të bekuara. Në çdo vend njeriu i ngjan natyrës që jeton. Nuk është rastësi që në këto vende me lartësi të mëdha, me bukuri të rralla, me burime të shumta natyrore që dalin vrullshëm nga kreshta malesh, të lindin e të rriten njerëz me shtat të lartë, të bukur e të vrullshëm si natyra që i rrethon, të pastër nga shpirti, e mjeshtër të fjalës e të pendës. Nuk është rastësi që këngët e vallet e Tropojës janë aq të bukura. Nuk është rastësi që këto bukuri natyrore kanë nxjerrë me dhjetra këngëtar me zë bilbili, kanë nxjerrë poet, shkrimtar, gazetar, politikan, sportist dhe artist me emër në Shqipëri.
Popullata për t'i përjetësuar emrat e këtyre bjeshkëve në mënyrë tradicionale i ka vënë emra të tillë si Burcina, Ujza, Bjeshk, Valbona e të tjerë. Këto zona janë epicendra e eposit të kreshnikëve, ku poeti popullor ka thurrur mijëra vargje popullore, murmurinë e Halilin, madhësia, fuqia e bukuria e tyre vendoset në përmasat legjendare, për zanat e maleve që bukuria e tyre është pasqyrë e kësaj natyre. Natyra në këtë lartësi është e larmishme, dhe një pasuri të rrallë të madhe të florës dhe të faunës, pyeta më dha me ahun, pishën, bredhin, pajen, kanë raporte të mrekullueshme me pllajat me rudina. Këto zona përmban një numër të madh bimësh medicinale, ku si besoi popullata nxjerr përfitime të mëdha ekonomike. Boronica, bim medicinale e përhapur masivisht, është mjaft e dobishme për shëndetin e njeriut, pasi kuron një sër sëmundjesh. Kjo bim mblidhet me shumë nga popullatat të cilët kanë përfitime të mëdha ekonomike. Tregtohet në Kosovë me çmim mjaft të ulët. Ka ardhur koha që qeveria shqiptare të gjejë një zgjidhje qoftë në gjetjen e tregjeve me leverdi për popullatën, apo të ndërtojë një fabrikë përpunuese të këtij fruti, prodhimet e të cilit janë mjaft të kërkuara. Këtë zonë gjatë verës kanë me mira banor, mysafir dhe me qindra turistë nga vende të ndryshme të botës. Numri i banorëve që banojnë 3-4 muajt e verës është mjaft i lartë, po aq i lartë është edhe numri i baktive që kullosin në kushte mjaft të mira. Kërkohet nga qeveria shqiptare të përmirësojë infrastrukturën, si rregullimin e rrugës së makinës, mbulimin me valë celulari, shërbimin mjekësor për njerëz dhe kafshë dhe mbulimi me energji elektrike. Të gjitha këto do të bënin të mund të rritjen e numrit të popullsisë në këto zona fantastike. Vonesa ndërhyrjes së qeverisë ishte me dëm të madh për këtë popullat në përfitimet ekonomike dhe shëndetin e turizmit. Karakteristike këtyre zonave është gjelbërimi deri në lartësinë 2300 metra mbi nivelin e detit dhe liçenet natyrore që japin një hije shi të rrallë. Pikërisht në zemrën e tyre ndodhen Sulbica dhe Doderdoli, Bjeshk, Magjepsëse me shtrirje hapësira të mëdha, rudina fantastike ku mund të kullosin mira bagti. Liçenet të shumta i kanë kthyer në vende magjepsëse. Në Doberdol ndodhen 5 liçene, ku më i madhi shtrihet në lartësinë 2200 metra mbi nivelin e detit. Ky liçen nuk shtëron asnjëherë. Uji është i pastër dhe i ftohtë. Ky vend vizitohet nga qindra banore turistë për bukurinë e tij dhe lartësinë ku shtrihet. Liçeni i Dashit, siç e quajnë banorët,
Ka edhe legjendën e vet që bën edhe më tërheqës për çdo vizitor, sidomos për moshat e reja aventuriere. Legjenda thot se një bari në fllatin e Bjeshkës po kulloste delet në tingut melodios të fyellit. Ai vendos të bëjnë not në këtë liçen të bukur, duke mbajtur në dorë edhe fyellin. Të gjitha delet afrohen pranë duke parë çobanin e tyre që notonte aq bukur. Papritmas, në mesin e liçenit, çobani fillon të fundoset në thellësitë e ujit. Të gjitha delet fillojnë të lëvizin nga shqetësimi se çobani po mbytej. Atëherë Gici, dashi i madh i tufës, zhytet menjëherë në ujë në shenjë dhimbje për çobanin. Koha kaloi. Pas disa ditësh në vrellën e Shushanit me madje në vende Ballkan, për sasinë e madhe të ujit që del papritmas, dalin fyelli i çobanit dhe brinjët e Ogicit, të dashit. Që nga ky moment ky liçen ka marrë emrin liçeni i dashit. Çdo vizitor është kurioz edhe në ditët e sotme, nëse ekziston rrezik për t'u larë, pasi ekziston kjo legjendë. Guximin e marrin si gjithmonë moshat e reja, lahen e freskohen në ujin kristal të akullt në liçenin e dashit, në lartësitë e Doberdolit, duke shuar kuriozitetin e thyer frikën. Plazh në lartësitë 2200 metra mbi nivelin e detit. E pabesueshme apo jo, por ja se çfarë surprizesh të sjellin Bjeshkët. Shikoni të gjithë këta njerëz të moshave të ndryshme, duke u kënaqur me ujin e liçenit, lojrat, apo duke ngrënë ushqime me një oreks të madh. Zonat e Bjeshkëve të Tropojës janë dy llojesh që i ndajnë lumi Valbonës. Në krahun lindor janë Bjeshkët me plaje të mëdha dhe me relief pak a shumë të butë, ndërsa në krahun perëndimor shtrihen pjeshk me terren të thyer dhe të ashpërmalor. Në këtë zonë ngrihen maja të larta si maja e hekurave, e Jezercës dhe e Kollates, ku kryesisht mungojnë burimet ujore, por popullata e Bagdit e siguron ujë nëpërmjet shkrirjes së dëborës. Janë vende të shëndetshme për njeriu dhe kanë një kullos shumë të mirë për Bagdit në prodhimin e qumshtit. Këtë pamje nga helikopteri i përkasin majës të Jezercës, 2697 metra mbi nivelin e detit, e dyta në Shqipëri pas korabit. Vend fantastik me fyerje të mëdha, me pisha në lartësi, me liçene të shumtë që furnizohen nga dëbora e përhershme. Kamera jon u ndodh në një evakuim të një turisti çek
i cili ishte dëmtuar fizikisht gjatë ngritjes në këtë lartësi. Bukuria, ashpërsia, larmia e terrenit, lartësia, dëbora, liçenet dhe pamjet që të shfaqen në këto vende kanë tërhequr me mira turistë huaj e theksojmë se turistët lëvizin lirshëm në këto vende, pa frikë, dhe se siguria rendet është shumë e madhe. Nuk mbahet mend ndonjë incident qoftë edhe më i vogël që të ketë ndodhur në këto zona, në saj të popullatës këpritëse, bujare, që mbi të gjitha ka ruajtjen e sigurinë e mikut. Edhe Komisariati i Policisë së Tropojës ka qenë gjithmonë në gatishmëri. Çfarë masash ka marrë Komisariati i Policisë së Tropojës për mbarvajtjen e sigurisë për sa i përket turistëve në zonën e Valbonës dhe në zonën e Bjeshkët, të cilët janë të shumtë që vinë nga gjithë bota, nga Shqipëria dhe nga Kosova? Komisariati i Policisë së Tropojës është i angazhuar dhe i motivuar për garantimin e rendit sigurisë publike në gjithë jurisdiksion në rrethit Tropoj. A ka pasur ngjarje në këtë zonë mjaftësishme, sidomos për 4 muajt e verës që numri i turistëve është shumë i lartë, por edhe zonat ku ata vizitojnë janë mjaft të thella, si Valbona, Bjeshkët, Jezersa, Shkelzenit, Maja Hekurave, e Maja Kollatës, e shumë zona të thella të Tropojës. Për garantimin e rendit sigurisë publike për sezonin turistik veror 2014 në zbatim të programit të punës të drejtorisë përgjithshme të Policisë Shtetit dhe drejtorisë Policisë Qarkut Vuks, Komisariati i Policisë Tropojë ka ardhur një plan masash me detyra konkrete për garantimin e rendit sigurisë publike gjatë gjithë periudhës sezonit turistik. Edhe gjatë gjithë periudhës nuk ka pas asnjë problem për të eventuar. Te ku udhëtojmë në këtë lartësi, kamera jonë fokuson në Bjeshkën e Gjarprit të Bujanit, vizitorë nga Amerika, duke vizituar Bjeshkën e tyre pas disa dekadash, duke shijuar atë bashkë me nipat e mbesat, ku shohim që ëmbëlsira e parë në vendin e vet është dëbora me sheqer në mes të një rudine, e gjë fantastike e mëshije të rrallë. Ata flasin me mall. Keni dalë Bjeshkë, keni ardhur nga Amerika? Po. Keni udhëtuar me orë tona me avion? Me orë tona për të dalë në të Bjeshkë, cila është udhëtimi më i këndshëm i ditëve të fundit tuaj? Unë i këndshëm është që është Shqipënia bën që është bën. Mirë po unë s'kom pas rasin ta vizitoj Gjarpin pse me kam s'kom mujt marrë. Tash jam i kënaqur që erdha edhe në vend lindje, se kom lind këtu në Gjarpin. Edhe ana vizit Gjarpin. Vini nga Amerika, e? Po si na pen nga Amerika në Prishtinë, në Tropojë këtu. Po. Si duken këto pjeshtë? A janë të mira për të jetuar njerëzit gjatë muajve të verës? A janë të mira për turizëm? Çfarë me kanë?
gjithkush flet mendimin vet. Unë jam i kënaqur dhe u them gjithëve që qëndrojnë në vend lindje ty në vendin Amerika. Amerika është e vendi u është për ata që s'nin në idhim për vend lindjen. I thoni fjalë e vjetër shtanza arnon me tagji e njerëz rënë për shefit. Shefin mujt ta kish vetëm në vend tonë. Për jashtë atë na bajnë punë e bajnë, për jo shef ashtu s'ku duhet. Këto pjesë, çfarë do të me përmirësu për të jetuar më mirë, për ta kaluar më mirë, për ta shijuar më mirë? Duhet me përmirësu rruga ka dalë, do të përmirësohet edhe më mirë. Nuk di çka më thon tjetër. Ku djen rruga, don telefonin, energjinë elektrike, shërbime shëndetësor. Këto gjëra janë po, do vinë gjitha ka dalë. Tash telefoni është gjithku, po hala se merr tu. Me dalë majtë ose vdems, kom fol me gjuhët baramit pe New Yorkit, në mojën el. Po ju nga vini? Unë për Amerike jem babat vllazin e kem. Po. Kjo hera dytë që vi këtu, hera parë jem ka 92-shin, vend më të bukur, m'ndokër kurku. A është e mirë për turizëm? Për turizëm na ku jem atje, atë paguajnë parë të madhe më shkunë qito. Po, mira bërë rruga, për çdo ditë ka vjen mira më mirë. Nga vini juve? Nga Amerika. Nga Amerika? Po mirë, ka gjatë që ke udhëtuar, ka lodhur, si ju duket ky vend kur vini këtu në këtë pjesë kaq bukura? Mirë, rahat. Cili është mesazhi juaj për njerëzit tjerë? Me ardhë. Me ardhë, me vizitu, Po. Sa kohë keni ju që jetoni në Bjeshk? Po, ka 20 vjet. 20 vjet? Po, me demokracinë. Këtë verë, sa ditë keni? Kom të najtë tonë verën. Fatima është për ne që na kanë lënë pojtë këtë Bjeshk, saksonu me kaq të mirë. Ky është një vend turistik. Ky duhet mu pasurua me njerëz, kryesisht me vizitor, me njerëz që vinë nga jashtë, me djelë tonë, me investu me bon një Zvicër dytë në Alpet e Shqipënisë. Shohim që u kanë ardhur shumë patriotë nga Amerika dhe nga disa shtete tjera të Amerikës dhe të Europës. A mundi pritni gjitha njerëz ju, a keni fuqi ekonomike për të përballuar? Ma ato fuqinë tonë ekonomike, po gjithë shka është zemra mirë e postër që është gjithën e mirë sërtë e dohen të knashtën të gjithë.
Ka më shumë se 4 vite që kryetari i komunës Margegaj, Rec Biberi, po bën një punë të jashtëzakonshme për hapjen e rrugëve të reja, për të lidhur çdo bjeshk me rrugë. Kjo komunë ka një pjesë të këtyre zonave në jurisdiksionin e vet, për të ndodhur para një popullate që kërkon të lidhet me rrugën e makinës. Komuna Margegaj, e ndihmuar nga disa biznesmen, ka hapur mbi 50 kilometra rrugë, duke lidhur mbi 80% të këtyre bjeshkëve. Këtë ditë u bë e mundur dhe hapja e rrugës Padesh, Ujez dhe Sylbic. Kjo rrugë bën të mundur hapjen e unazës së bjeshkëve. Përfundimi i kësaj rruge, ëndër shekullore e kësaj popullate, do të hapi rrugë mundësi të mëdha për një jetesë komode, por edhe përfitime të mëdha ekonomike. Konkretisht, në këtë lartësi prodhohet thekra, qepra dhe hudra. Madje shitja e tyre duket të jetë mjaft e mirë. Blegtoria nga viti në vit është shtuar, veçanërisht kafshë të tilla si lopa, dhia dhe delja. Një fakt mjaft i habitshëm është se në çdo pjeshk shikon lesh deleje të lënë në lëndina. Leshi i delës në ditët e sotme humbet, por më parë në mënyrë tradicionale zona e Tropojës ka përdorur si lëndë të parë për prodhimin e sixhandeve, qylymave, stëkëve e shumë produkteve të domosdoshme për shtëpinë e malësorit. Këto prodhime me vlera të jashtëzakonshme për rodën e malësorit janë të rralla, madje për nga cilësia dhe bukuria janë shumë të kërkuara në tregjet botërore. Prandaj edhe qeveria shqiptare ka mundësi të ndërhyjë duke ndërtuar ndërmarrje që përpunojnë leshin dhe hapjen e ndërmarrjes së sixhandeve e qylymave. Kjo do të bënte të mundur punësimin e 10 njerëzve dhe blegtorët do të kishin fitime të mëdha ekonomike. Kur jam martuar në vitin rreth vitet 80, domethënë 82-shin, dash me gjetë një mik shumë mall, me marr 10 kg lesh në kooperativë me bën një sixhande. Që ka qenë zakon, me bën një paj, nusja, me bën një sixhande ose një qelim, u deshkë me pas një mik shumë të fortë. Me marr aq krizë ishte. Erdhi mbas viteve 10, industria e përpunimit u dëmtue dhe kërkesa për këtë produkt ra zero. Dhe përfundimisht malësorët fillun ta humbin. Asnjë vlerë për ta, edhe siç kam biseduar këtu nga Kosova, të 2 vjet të fundit, kanë gjetë një treg dhe kanë filluar dhe siç i pave dhe atje sipër, bëhet fjalë që tani mund ta marrin, ndoshta me një minimal, po diçka marrin për ta. Por për vitet tona, për mbi 15 vjet ne ka që ja humbim këtë. Po e marr vesh, po a mund bëhet një fabrikë përpunimit leshi, e cila i hap rrugë sixhandeve, qylymave, karakteristikë të Tropojës. Çka mund punsonte me qindra njerëz dhe kjo gjithë ky lesh pra që me shumë cilësor, do shkonte pra do ketë para për njerëzit, por edhe punësim për tjerët. Detyrë për të ardhmen. Pra duhet shikuar. Detyrë për të ardhmen dhe një mundësi për shfrytzuar gjithçka. Një mundësi për të shfrytzuar si shumë burime tjera edhe këtë produkt. Këto bjeshk të rralla nga bukuria dhe pasuria, me hapjen e unazës së rrugës së makinës, patjetër që do të njohin hap cilësor dhe jetesën e mirë banorëve. Ne u ndodhem me ardhjen e makinës së parë nga zona e Padeshit në Sylbic, pam
një pritje të mrekullueshme të banorëve të Sulbicës, të cilët falenderuan kryetarin e komunës Margegaj Rex Byberin, i cili me iniciativën e vet personale, me ndihmën e banorëve dhe biznesmenëve, bëri të mundur hapjen e unazës së Bjeshkëve. Ky është një sukses i madh për malësurët edhe për gjithë tropajonët, të cilët e kanë ndruar me shekuj të rrugë makine. Të gjithë malësurët këtu kanë një fitim të madh për mujt e Bjeshkës, mujt e pranverës. Verës edhe deri në Bjeshkë. Pra, ky ka kontribuar shumë duke na bërë këtë rrugë. E falenderojmë shumë, pavarësisht se unë jam në komunën e Tropojës, i cili ka ardhur nga komuna Margegaja për ta punuar këtë rrugë. E keni menduar në herë që do të dalin traktori në këto lartësi kaq të mëdha dhe në këto zona kaq të thella dhe shumë të vështira për të hapur rruga makinës? Është e pa imagjinueshme. Këtu vetëm me kual edhe me mushka. Prandaj, kjo është një sukses shumë i madh. A do të përmirësohet jeta e këtyre banorëve gjatë kësaj periudhe pra? Shumë. Kjo është një sezon veror i cili ka fitime të mëdha. Po shoh që një pjesë e madhe e UEZ-s dhe kësaj Bjeshkës poshtë kanë sjell blloqe, kanë sjell materiale për të bërë tamam jo stane, për të kaluar nga stanet në shtëpia. Se kena përballë këtu pajanën e cila me e pa duket si një qytet e vogël, të cilët e kanë rregulluar me mur edhe e kanë luar me llamarina të gjitha stanet. Edhe inshallah kështu ec përpara. Me gjithë zonën tonë, me gjithë rrethin tonë. Pra, nuk dim si t'ja shpërblejmë. Ky njeri ka shumë vlera, edhe meriton edhe më shumë, që ta drejtoj edhe ta çoj përpara rrethin e Tropojës. Unë ndodha pikërisht sot në UEZ se zoti Rex Byberi e ka organizuar fillimin e rrugës dhe marrimin e saj çdo ditë. Në kontroll tina, në bashkim tina, ka thirr njerëz, ka mbledh njerëz, tamam sikur të jenë ka çat të shtëpia vet. Ne jena shumë gëzuar se kena nis rrugën tonë edhe kena përfunduar mendimin e Rex Byberit. Do me thonë ka lidh të na bjesht e Malësis Gjakovës, ka lidh UEZ-ën, ka lidh Sulbicën, ka lidh Dëbërdolin, me Koshëtic, Baçilçin, në Rupa, Çerem, gjitha rrugët, dhe nuk e ka këshyr asë një ditë, sakrificë, shenjë, me kali, me bidona, me çdo gjë dhe ka nxjerr rrugën për me shku në stan tonin, për çdo gjë nevojitet ne. Kemi mjell kompira, i transportojmë me makinë Nikosin, sikur në para shtërimit, me kuaje, me zerzele, me sana, tash jena shumë të gëzueshëm dhe shumë të ndërueshëm me Rex Byberin ditë sotit. Sadri, sot stani jot është bërë mikpritës për shumë njerëz të ardhur nga Bytyçi, nga Llugajt, nga Margegajt, nga qyteti i Bajramsurrit. Pse janë grumulluar kaq shumë njerëz sot? Ka shumë njerëz janë grumulluar sot se u hap rruga pa desh Sulbic. Çerem, Markovçe, Dëbërdol. Këtë rrugë është kontributi i Rex Byberit. E mendoni që do hapi kjo rrugë kaq shpejt dhe me një vrull kaq fuqishëm të njerëzve? Jo. Ky pas faqen e bardh e zotin i moft se e ka pëtuar me Malësinë e Gjakovës, me këtë rrugë, ka lidh. Ashtu do kemi lidhur me Rek e me Gjakovë e me Krejt, që kjo rrugë këtu. A keni leveri ekonomike me rrugë makinës? Kemi leveri shumë. Konkretisht? Kemi bërnicën. Kemi që dalim me gjamë, dalim për shef. Pesa me ditë vinë turista, tonë është rruga është. Unë e më konë, në kohët monizmi më konë qëtu, i vetëm i stanë që më konë qëtu. 3 stane më konë qëtu. Që dash janë një mëve 1.80 stane. Za plak, dhe mish, kështë atë bërvinë që qëtu. Pra në zonën e UEZ? Në zonën e UEZ. Vinë për e të urtë, vinë për me mbledh bimë medicinale, për A do të ketë të ardhme këto bjesht tash më qenë se u hap rruga makinës edhe më shumë? Ma shumë, për ditë më shumë.
Çka kërkoni nga qeveria, me qenë se kjo rrugë u hap në mënyrë vullnetare me kontributin vullnetar, çka kërkoni tash nga qeveria? Qeveria me këshyr asfaltim, me mirëmbajtje, me shtruar çakull dhe kështu kanalizim, turbina, ka nevojë për turbina shumë. Ka proska, ka. Ju në komunën e Tropojës ka kontribuar në gjë komuna e Tropojës ose e Betyshit me qenë se i përket kjo zonë? Asisen, urgjan, zero. Kjo rrugë ka qenë nevojë më shit para tashit. Mirë po, tash ti a dalë kjo rrugë a gëzimi gjithë banorëve të Tropojës. Sepse tash ti jem lidh për çdo fatkeqësi me 19 muaj shkojmë për 2 orë gjysmë, për 3 orë shkojmë baramsore. Ma përpara u dash kemë shkuë nis muaj 8 deri 12 orë. Prandaj këtë rrugë boni Rëd Biberi me forca ardeta dhe me shokle vetë. Po, Rëd Biberi e përtrini Rizek Biberin, ku më 1987-89, Rëd Biberi ku i pa shqiptarët e varfëruar që po luftojnë bashkë barashe, i bashkoj gjithë shqiptarët. Edhe u bo mundë si ti fitojnë biti jetë kundra Marazes dhe kundra Serbe. Prandaj Rëd Biberi i bashkoj, e bo një bashkimin kombëtar, një vit ma parë në turizm. I bashkoj gjithë rreth në Tropojës pas gjyra partjake. Ashtu që ka vepruar Rizek Biberi që në sa vjetë ma parë. Prandaj kjo rrugë, ashtë gëzimi këtë rreth në Tropojës. I komunës pas që të Tropojës që i Vllugave, i Mergega e i këtë. Mirë po, këtë rrugë pra që është shumë larg nga komuna e Mergega e ka kontribuar dhe ka organizuar hapin rrugës Rëd Biberi. A kanë kontribuar komuna e Betyçit, komuna e Vllugave, komuna e Tropojës? Shiko. Ose pushtetarët flasën në kuptimin e mirë fjalë se popullata e atij që kanë kontribuar sipas mundësive. Ku ka pikë pa rrjedhë sëlson. Haxhi kjo Biberi lini dhe më thonë për të çatrohet tek shqiptarën në rreth në Dugagjint. I bashkoj gjithë shqiptarët. Pra ne po them ky Rëd Biberi u bën më kryesori si i bashkoj gjithë a komunët. Edhe kontribut një tyne ka dhona ata kontribut për ky dhe me thonë ke prinsis ju për një. Pa e morë parasysh nuk ka komunja e tina në Sulbizë. Kjo Sulbiza a besh turistike, a sigur Dardha, a sigur Valbona, e gjitha tjerë. Ta që këtu dhe vinë turistën nga gjitha në debus, këtu për fatë mirë, ashtë edhe fisi maj sëshmi pëtyshi i mikë përqëse. Atër me së u gjetëm, o mish, e gëzofë që rrugën, ajo hapo mazër me majt, ka me mëtë se si punëtorë si jeni, se këto e në masa shërbim të uj. Punon në kaj dite, bo një halal. Kësë me të bo. Mja heka ta uze. Këto vende kanë shumë mundësi natyrore që njeriu mund të shfrytëzojë, e pikërisht në Sulbizë, në një lartësi mbi 200 metra mbi nivelin e detit, është ngritur mini hidrocentrali i parë, me ujë që rrjedh me shumicë në këto anë. Prodhimi i energjisë me mjete të thjeshta dhe me kosto të ulët ka bërë të mundur që këta banorë të kenë dritë elektrike, dushe dhe televizor. Ky fakt duhet propaganduar që një gjë të tillë ta bëjnë edhe banorët e bjeshkëve të tjera. Kjo është një hidrocentral me ujë, cila ka një përsi për 50 metrave, cila është shumë gjonë thjesht, dhe më thonë, gjithë kush mund të bojnë, që ose është ta për një proni, ose mund të kenë ujë, gjithë kush mund të bojnë. Shpenzime nuk janë të mëdha. Ka një generator të vogël aty, 2 polezhe edhe një rrëf. Ka që ka. A ka përmirësuar jetën e juaj në stan ose në lartësi? Po, kam televizorin, kam edhe 3 drita mbrana, pa probleme. Mirë, me qenë se bjeshka e Sulbicës ka shumë burime, a mund t'i bajnë të tjerë si juve? Gjithë kush mund t'a bajnë.
Pra e ardhmja do të jetë me energji elektrike, me burime natyrore pa shpenzime këtë zonë. Pa shpenzime. Për të sa ki ujtë në Skype, s'kemi nevojë me pa shpenzime. Po. Jeta në këtë lartësi është e vrullshme. Çdo ditë është një përpjekje për përmirësimin e jetës ekonomike. Vjeshkat e Tropojës, për rrallë natyrore, ka nevojë për sa më shumë njerëz që të shijojnë bukuritë, klimën, t'u japin sa më shumë të ardhura ekonomike me pasuritë më dha natyrore që mbajnë. Prandaj qeveria shqiptare, që ka vite që ri indiferente përballë këtyre banorëve, duhet patjetër ta njohë këtë zonë, të bëjë investime, se do të ketë frute të mëdha në të gjitha fushat për popullat të shumt. Vjeshkat e Tropojës, me madhështinë e tyre mirëpresin sa më shumë njerëz. Jeta në këtë lartësi është e mrekullueshme. Rihama e mrekullisë duhet të përhapet më shpejt, më larg, pasi janë vende që bëjnë një jetë të mrekullueshme.